أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosit që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot vazhdojmë me hadithin 655 për radhë që nga fillimi i librit. Hadithi i tretë në këtë kapitull, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Aisha radhiyallahu anha qalet: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul fi bayti hadha Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayhi wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bihi." Rawahu Muslim. Në rëfen Aisha radiallahu anha, e cila thot kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë shtëpi timen duke thonë: "O Allah, kush merr përsipër të qeverisë me umetin tem, e ja vështirëson atij, ti vështirësoje atij. E ai që merr përsipër qeverisë me umetin tem dhe sillet but me ta, sillu edhe ti but me ta ose lehtësoje atinve." Transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Ky hadith, si që kena përmend në mësimet e kalume, i jep disa mesazhe dhe porosi. Në disa prej tyre i kemi sqaruar që sot me lejen dhe ndihmën e Allahut Dhul Xhelal të vazhdojmë nga aty ku e kemi lënë në mësimin e kaluam. Filluam të flasim për kujdesin që kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndaj umetit të tij. Kujdes i cili nuk ishte i përcaktuar në aspekt kohor. Nuk ishte i veçantë vetëm për ata breza që jetuan me te, por vazhdon kujdesi i tij deri në ditën e llogarisë. Dhe kjo shifet qartë edhe në këtë hadith, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregon mëshirën për umetin e tij, duke lut Allahun që t'i sjellë pushtetar të mëshirshëm ndaj tyre. Dhe tregon se duke i nxit pushtetarët të jenë të butë, të aletojnë njerëzve jetën, të jenë të mëshirshëm me ta, se kush është i mëshirshëm me popullin, kush sillet butë me ta, kush u aleton atyre, Allahu i madhreshëm u jep ato mirësi një ashtu edhe atyre. Dhe kundërta, duke i friksuar pushtetarët të cilët janë të pavëmendshëm, janë të pakujdesshëm, apo insistojnë që me qenë të ashpër edhe të vrasht edhe të randë për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëra atyre u takon vrasësia dhe ashpërësia si ndëshkim për Allahut subhanahu wa taala. Mëshira dhe kujdesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është spikatur edhe në Kur'anin fisnik, ku Allahu Dhul Xhelal thot: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim." Tregon Allahu Dhul Xhelal për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe thot: "Juve ju erdhi një pejgamber nga mesi juaj. Ati i vjen rand vuajtjet që i keni. Ai kujdeset për ju dhe është i butë edhe i mëshirshëm për besimtarët." Pra, tregon Allahu Dhul Xhelal disa karakteristika të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E para, se është nga mesi juaj, që e njefni mirë çfarë karakteri, çfarë kalibri, çfarë veçorie ka. Dhe gjithë na e dim se çfarë lavde thornin mushrikët Kureshit në Mekë për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para se t'i vjen pejgamberia.
e thirrnin e sadikul emin, besniku i sigurti. Dhe këtë kjo që nesër kur të vjen me thirrjen islame, të mos kenë argumente t'ia shajnë fisin, apo karakterin, apo t'i gjendë një behane personale ati. E para. E dyta, azizun alehi ma anittum. Ati i vjen rand vështirësi që i keni ju. Do thot e ka gajle, do thot dhe mundohet dhe përpiqet t'u alargon vështirësinë nga jeta juaj. Edhe kjo është qëllimi i Islamit, Kur'anit dhe Sunnetit, që t'ia letojë jetën besimtarëve dhe t'u largon çdo pengesë nga jeta e tyre që u vështirëson atyre jetën. Dhe e treta, harisun aleikum, kujdeset për ju për udhëzimin e jo besimtarëve në mesin tuaj. Dhe mundohet vazhdimisht që të largon çdo pengesë mes jush edhe pranimit të udhëzimit, bil mu'minina raufur rahim, edhe katërta ka butësi edhe mëshirë ndaj besimtarëve. Thot Imam Suyuti rahimullahu taala në librin e tij Ad-Darr al-Manthur, libër që ka përmbledh fjalët e selefit mbi tefsirin, thot ka thënë Katade rahimullahu taala, Allahu dhu xhelal e bëri pejgamberin nga mesi i popullit vet, që të mos ja kenë zili atij në pejgamberin dhe këtë dhurat madhe që e ka dhënë, sepse e njohin nga afër se e ka meritu këtë dhurat që e ka dhënë Allahu dhu xhelal. Mirë po, edhe kjo është e vërtet, jo të gjithë njerëzit i gëzohen sukseseve të tjerëve. Fatkeqësisht, themi na, fatkeqësisht ka hala njerëz të cilët kur shohin suksesin e tjetrit, ata mërziten dhe i kap zilia dhe e urrejnë suksesin e tjetrit. E kjo është karakteri ulët. Kjo është mungesa e edukatës islame. Kjo është mungesa e kënaqësisë me caktimin e Allahut. Kjo është një garë jo e sinqertë që e bën njerëzit mes vete. Ne muslimanët, kur do herë që shohim se dikush prej nesh ka ndonjë sukses në jetën e tij, çfarë do lloj mejdani? A mejdanin e editurisë, a mejdanin e biznesit, a mejdanin e familjes, a mejdanin e famës, apo pushtetit, apo çfarë do lloj aspekti, dikush për neve arrin ndonjë sukses, ne duhet të gëzohemi sukseset e tyre. Dhe kur ne i gëzohemi sukseset e tyre, tregojmë shumë momente imanore. Ma e madhja, ma kryesorja është se ne tregojmë kënaqësi me caktimin e Allahut dhu xhelal. Dhe ne jemi të kënaqur që Allahu atij ka dhënë pasuri edhe pse s'm ka dhënë mua. Se këto janë vendimet e Allahut. Edhe Allahu është i drejtë në vendimet e tija dhe është i urtë. I drejtë jep secilit atë që meriton dhe i urtë jep secilit atë sa i duhet. Sepse ka dikush punon shumë, edhe me atë sa punon duhet me dhonë Allahu shumë atij. Mirë po Allahu e din se me dhonë shumë para atij ai prishet. Edhe si jep. Jep atë sa është e dobishme për te. Sikur se puna e mjekut. Kur ti je i smund, e ki dhimbje, e shkon te mjeku, i thu mjekut këti ilaç që ki më jep. Bile më jepi dozën më të madhe që shnoshta më shpejt. E doktori çka bën? A t'jep ato që i lipti, edhe sa i lipti, apo t'jep aq sa duhet edhe sa të bën dobi. T'jep aq sa duhet edhe sa t'jep dobi, sa të bën dobi. Andaj edhe Allahu i madhreshëm edhe pse shembulli më i lartë i takon Allahu dhu xhelal, e sollëm shembullin për krahasim vetëm, për ta kuptuar se nëse ti punon mundohesh që Allahu nuk t'jep, mos kujto se Allah është të bëj padrejsi. Mos kujto se Allah nuk është të vlerësoj mundin ti. Mos kujto se Allahu dhu xhelal nuk ka me dhon ty. Hasha wa kella asnjëherë. Ai ka mundësi me dhon, edhe shef punën tonë, edhe shef meritën tonë, mirë po t'jep aq sa nuk të ban dëm ty. Se me dhon më shumë, kishte bëu dëm. Edhe andaj na themi, muslimani i vërtet e ka këtë fakt fillimisht, edhe ka një gjë tjetër, që është shumë e rëndësishme me kuptu une edhe ti. Në momentin që e shef se dikush prej kolegëve tu është ecë përpara, ju ka qenë dera, ka autoritet, ka sukses, ka depërtim, ti mos u mërzit.
mos e shqetëso, përkundrazi bën dua që Allahu t'ia shtojë suksesin. Edhe tregoje gëzimin tan, edhe ofroje për krahën tonë. Çka fiton ti me këtë? Bësh hisedar në suksesin e tij me një dua edhe me një ofertë të përkrahjes që tregon atij. E pa se dikush i ka ecë marrë, Allahu të ndihmoft, Allahu të shpërbleft, Allahu ta letoft, prift e marra, paç vazhdimisht suksese. Çka bën ti me këtë? E para e tregon kënaqësinë me caktimin e Allahut, për ty dhe për te. E dyta e tregon zemërballësinë tonë. E treta bësh hisedar në shpërblimin e punëve të mira që bën ai. Edhe e katërta e nxit edhe e motivon atë me vazhduar këtë rrugë të suksesit që është duke e arrit. Andaj kur tha Qatada rahimullahu taala, Allahu e çoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nga vet populli vet, nga vet fisi vet, që mos ja kenë zili për pejgamberin dhe këtë dhuratë që ka dhënë, kjo domethënë është arsye, por fatkeqësisht megjithatë që na e dim se filoni e meriton, na përsëria kemi zili. Për shkak se zemrat e njerëzve smuhen. Edhe nëse na nuk i shërojmë, nëse na nuk i rim gati me ilaçe dhe terapi, atëre na shtohet smundja, edhe nuk jemi dakord dhe nuk na pëlqen asnjë sukses i askujt të atyre që kemi për rreth. Pastaj thot Qatada, azizun alayhi anatu mu'minihim, i vjen rand pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta kenë vështirë të vuajnë besimtarët e tij. E treta, kujdeset që të udhëzon të lajthiturit e tyre e popullit të tij, bil mu'minina raufun rahim, dhe tregon mëshirën e vet dhe butësinë e tij për besimtarët. Thot Ibn Abasi radiallahu anhuma, shadidun alayhi ma shaqqa alaykum, i vjen rand vështirësi që i keni dhe kujdeset për udhëzimin e jo besimtarëve që janë në mesin tuaj. Pa kjo është në lidhje me ajetin kuranor të surës Tauba, ajetin 128, që e tregon Allahu Dhul disa karakteristika të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, karakteristika të cilat duhet mi pas çdo besimtar, e sidomos hoxhallarët. Ata që janë trashëgimtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata duhet të kenë këto karakteristikat e para që të meritojnë do të pozitën e hoxhës, e imamit, e udhëheqësit, e udhërëfyesit, e mësuesit, të ketë karakteristikat të afërta, të ngjashme me të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pastaj të ketë këto karakteristika. E para, të mundohet t'ia leton xhamatit jetën e vet në përputhje me rregullat fetare. Jo t'ia vështirëson jetën xhamatit të vet. Jo të bëhet sebeb që të prishet xhamati me prindët e vet. Jo të bëhet sebeb që të prishet xhamati i tij me familjen e vet. Jo të bëhet sebeb që të prishet xhamati me gjithë kolegët e vet. Jo të bëhet sebeb që të prishet xhamati me këtë mahallën e vet. Jo të bëhet sebeb që të prishet xhamati me këtë vendin ku ai jeton. E jo të bëhet sebeb që ai të mos mundet mi bë dy hapa çnosha në jetën e tij. Apo zoti mos e boft, të bëhet sebeb që ai të përfundon në burg për shkak të veprimeve jo të sakta, jo të duhura, jo të mençura, jo të urta që ai bën në jetën e tij. Edhe andaj këto janë momente që na duhet mi pas parasysh, edhe në bazë të këtyre kritereve duhet me vlerësue mësuesin, udhërefyesin, kush sa vlen edhe kush sa është i dobishëm për xhamatin e vet, edhe sa e ka gale xhamatit vet. Domethënë ai nuk e ka galen veç vetën, po e ka galen edhe më të voglit në xhamatin e tij. Kur vjen xhami xhamati, sikur se ka galen e tij, edhe më plaku që ka në xhami, ja ka gale edhe fëmijës që ka ardhur më fal në xhami, dhe mundohet për të gjithë me qenë i dobishëm, e askujt mos mi bë dëm me fetvat e tija, me qëndrimet e tija, me mësimet e tija. Gjithashtu, Allahu Dhul Xhelal tregon kujdesin, dhimbjen dhe mëshirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj umetit të tij, kur tha në surën Al Imran ajetin 159, fa bima rahmatin min Allahi linta lahum. Sikur t'ishe sjell but me ta nga mëshira që ti e ki. Allahu Dhul Xhelal ka dhënë mëshirë,
e ti me këtë mëshirë si lëbut me njerëzit, walau kunte fadhan ghalidhe l'kalbi, lanfaddu min hawlik, sepse sikur të kishe qenë ti i vrazhët e i ashpër, do të largoheshin ata që janë përreth teje. Edhe kjo është e saktë, secili njeri, s'është më rëndësi sa din sa nuk din, s'është më rëndësi sa ka sa nuk ka, s'është më rëndësi çfarë pozite ka e çfarë, domethënë, ku është në momenti që dikush sillet but me te, tregon gale ndaj tij, ai afrohet atij. Ama nëse tregon arrogancë, ashpërsi, vrasësi, injorim, edhe shoku më i ngushtë ka më të largu. Andaj tregon Allahu Dhul Jalal në këtë ajet kuranor se mëshira e madhe, e cila ishte në zemrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e bëri atë që të jetë i butë, i kujdesshëm, i vëmendshëm, i mëshirshëm ndaj rrethit ku ai vepronte edhe në kohën kur ai jetonte. Edhe normalisht kjo butësi e tij, kjo mëshirë e tij, kjo sjellje e veçantë e tij ishte çelësi i suksesit të tij. Ishte shkaku i udhëzimit të shumicës së njerëzve në përgjithësi. Andaj, për argumenteve praktike që tregojnë kujdesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është ajo që na transmeton Malik ibn Huwairith radhiyallahu anhu. Shifne këtë ndodhi nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila duhet me qenë nxitëse për rinin ton, që të shkojnë në përdeset hoxhallarëve, e të mësojnë në fen, e pastaj të përhapin atë në familjen e vet, në farefisin e tij, në mahallën e tij e kështu me radhë. Thot Malik ibn Huwairith radhiyallahu anhu, atayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababata mutaqaribun. Erdhëm te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e na ishim të ri, ishim një mosh, një gjenerat, fa qamna indahu 20 lejleten. E ndetëm te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 20 natë. 20 ditë kanë ardhur në xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me mësu fe. Në kurs intensiv. 20 ditë. Me mësu fen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiq aqiqa. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i mëshirshëm ndaj nesh dhe ishte i butë me ne. Kujdesej ndaj neve. Domethënë 20 ditë këta janë kënaq me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Falamma dhanna anna qad ishtahayna ahlina wa ashtaqna, e kur i shkoi mendja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se na i na mërzit, e na ka marrë malli për familjen ton, na tha: "Salana amman tarakna ba'dana", na tha, nisi me bo muhabet, ka e ki të shtëpia, ka e ki lon të shtëpia, ki bab, a ki non që themi na, a ki vlla, a ki motër. E pastaj kur i tregum na kush çka ka të shtëpia e vet, fa qala, na tha: "Irji'u ila ahalikum fa aqimu fihi muallimuhum wa muruhum." Tha tani, masi bënët 20 ditë, ini mërzit, keni mësu sa keni mësu, ini mërzit, ktheuni te familja juaj, edhe do thot kënaquni me ta, edhe një sen, allimuhum wa muruhum. Mësoni ata gjëra që keni mësu te une, edhe urdhoni ka e mirë ata për gjëra që nuk e din ata. 20 ditë kanë nejtë, djemë të ri. Normalisht i riu nuk e ka atë vendoshmërin e të pjekurit, e plakit. Të riut i vlën gjaku, të riu në kap nostalgjia, e mërë malli për shpinë e vetë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk vazgjati këtë kurs intensiv, këtë seminar, ma shumë se 20 ditë. Mas i bën 20 ditë, e pas janë mërzit, e pas e, do thot, syti kanë ka vendi për kujt kanë ardhë, edhe nisi muhabetin të shakit e shpija, ki baba, ki nana, ki vlla, muhabet me i bo, mas i murë vesh, tha tani, e morët mësimet e duhura, ato mësimet bazike, tash keni dituri mjaft, kthehuni te familja juaj, hekni mallin tuaj me ta, çmalluni prej tyre, edhe mësonva atyre fen. Shifnë vëllazë. Kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 20 ditë është dashur me mësu fen. Shkurt e shqip. Na, se s'kemi vullnet, s'kemi energji, s'kemi kujtes,
s'kemi gajle edhe me vjetë me shku se po e mësojmë fenë. Edhe pse normalisht ka shumë të tjerë që as dojnë me ditë, as e kanë gajle, as nuk mërziten me mësu meselet e fesë. Megjithëse, dituria më e madhe, më e rëndësishme është duria e fesë. Ajo që i bën dobi njerit edhe në dunjën e ahiret është feja. Edhe andaj gajla me mësu fenë, edhe insistimi në mësimet e fesë do të më qenë më i madh te na sesa për këtë punë tjera. Ama çfarë ti bësh nefsit i cili e urdhon njerin ka e keqa? Çfarë ti bësh dunjan e cila është e ëmbël, është e jeshillt, e cila e mashtron njeriu? Çfarë ti bësh shpresës së gjatë që mendon njeri ka vakt edhe pak bëj qef e sefa, edhe pak shetis, edhe pak të punoj për dunjan, të e shty vazhdimisht momentin e përvjeljes së krave dhe uljes në gjuhë të ulemat për të mësu fenë Allahu të gjerë. Mirë po, këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi dhe ajo që dëshim me thonë është kujdesi që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këta tri. Nuk e zgjati më tepër, që ata të mos mërziten e nesër në modhon njeri kur mërzitet e hub kontrollën, e thot në fjalë gabim, apo e tregon lidhimin e tij, e normalisht gabon edhe me veten e tij, edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po edhe me fenë e tij. Gjithashtu, për argumenteve fetare që na tregojnë kujdesin, brengën, gajlën, mëshirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe umetit të tij, është hadithi të cilën transmeton Abu Musa al-Ash'ariu radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Inna mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi", shembulli jem dhe asaj me të cilën ka dërguar Allahu dhu xhelal. Shembulli jem dhe fesë me të cilën ka dërguar Allahu dhu xhelal është shembulli i një njeriu i cili i ka ardhur popullit të tij dhe i ka thonë: "Ya qaum, inni ra'aytu al-jaysha bi'ayni wa inni ana an-nadhir al-uryan." Shembulli jem me fenë që më ka dhënë Zoti dhe shembulli i popullit tem është shembulli i një njeriu i cili i ka ardhur edhe i thot popullit vet: "O populli jam, un kam ardhur me ju tregu se armiku është përgatit me ju sulmu juve. Un jam lajmëtari lakuriq." Çka do të thonë kjo fjalë lajmëtari lakuriq? Përpara në kohët e vjetra s'ka pas radiolidhje, s'ka pas telefona, s'ka pas mjete komunikimit shpejta. Dhe vëzhguesit që i kanë pas ushtrit asaj kohe dhe që kanë përcjell terrenin në vendit ku kanë jetu apo kur kanë qëndru, në momentin që kanë pas se është nis një ushtri armike me sulmue ushtrinë e vet, ai prej larg e ka hek ridan, këmishën e epërme dhe është zhvesh pimbrez e përpjet lakuriq. Që njerëzit kur ta shohin pi larg se ai ka hek këmishën edhe është lakuriq pimbrez e përpjet, do të kjo është signal se armiku është përgatit me ju sulmu. Andaj ka ardhur në hadith: "Unë jam lajmëtari lakuriq." Do më thonë, kum ardhë që prej larg me ju tregu, me ju paralajmëru kujdes se armiku është nis me ju sulmu. E cilë është armiku njeriut? Është shejtani. Andaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Shembulli jem me fenë që më ka dhënë Zoti dhe shembulli i popullit tem është sikur se shembulli atij njerit i cili thot popullit vet: kujdes se armiku është përgatit." Bilën prej larg e paralajmëron që se ku të vjen armiku afër ti mos mbohesh gati. Ama kur i ki informatat para kohe, atëherë mobilizohesh, organizohesh edhe i bën pritat edhe pret armikun me sulmu. Thot fen naja, shpëtoni, mos e leni mazdore këtë punë, rini gati edhe shpëtoni. Fa ata'ahu ta'ifatu min qaumi fa adlaju, fantalaku ala muhletihim. E një pjesë e popullit e respektoi këtë paralajmërim edhe u përgatitën me kohë edhe fitun. Wa kadhabat ta'ifatu minhum fa asbahu makanahum. E një pjesë e popullit nuk i besoi. Ata nuk u përgatitën, ndetën në vendin e vet. Fa sabbahumul jaysh, e i sulmoi ushtria armiken befasi, fa ahlakahum wajtathahum,
e I shkatroj e I largoj për vendit tyre ata. Thot pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fadhalika mathalu man ata'ani wattaba'a ma ji'tu bihi, kjo shembull I atij që më respekton mua dhe pason atë që kam sjell unë, dhe shembulli I atij që rebelon ndaj meje dhe përgënjeshtron atë të vërtetë që kam sjell unë. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Po shifni një hadith, një shembull I mrekullueshëm, I cili tregon mirësinë e Islamit dhe kujdesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ummetin e tij. Prej larg u prin gjanave. Paralajmërimet e tij janë para kohë. Nuk pret për me ndodh një e keqe e mos e më fol, po ja tërheq vërejtjen ummeti shumë përpara. Edhe kjo është e vërtetë. Këtë na sot që kemi Kur'anin para nesh, edhe kemi hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jemi të paralajmëruar për krejt gjërat që na duhen dhe ato që na ndodhin kur na respektojmë Kur'anin dhe Sunetin dhe atëherë kur na e kundërshtojmë Kur'anin dhe Sunetin. Këtë janë të përmendura brenda Kur'anit dhe Sunetit. Nuk ka gjë e që nuk është sqaruar. Çka duhet për neve? Na duhet me lexu Kur'anin dhe me I marr mësimet e Kur'anit. Na duhet me lexu hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me marr mësimet për këto haditheve. Edhe me ndërtu jetën tonë në përputhje me këto dituri që I marrim. Edhe kështu me lejen dhe ndihmën e Allahut xhelal ec përpara njeriu musliman besimtar. Dhe hadithi I tretë që tregon kujdesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithi I Jabirit radiallahu anhu, I cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Mathali wa mathalukum ka mathali rajulin awqada nara." Shembulli jem edhe shembulli juve, o besimtar, o xhamat, o shembulli një njerit që ka dhezë një zjarr. Fa ja'ala al-janadibu wal firashu yaqa'na fiha. E kur kallët zarmi më një vend, atër insektet, fluturat, I afrohen zjarmit për shkak dritës. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa huwa yadhubbuhunna anha." Unë mundona me I largu për zjarmit ato insektet edhe do të fluturat, la hawla wala quwwata illa billah. Insektet edhe fluturat, e ato insistojnë me ranë zjarm. Wa ana akhidhun bihajazikum anin nar wa antum taflutuna min yadi. Unë mundona me ju kap për qafe e mos me ju lon me ranë zjarm, e ju mekni pidore edhe bini zjarm. Allahu akbar. Me të vërtet shembull fantastik të rolit të një davetxhie, të rolit të një hoxhe. Cili është roli I hoxhës në shoqëri? Me shpëtu shoqërinë nga rënja në humner, me shpëtu shoqërinë nga rënja në zjarr. Edhe kjo është e vërtetë. Ti I fol për namaz, I fol për ibadet, I fol kundër harameve, I fol për gabime. Dikush ndëgjon, e shpëton. Dikush kundërshton, refuzon, e shkatërrohet. Tamam sikur se njëri ma zjarmin. Nal ket, nal at, po këtë se një nal. Me gjithë se ti mundohesh me I prujt, që themi na me I mbrojt, ata përsëri hudhen te, dhe të futen ta. Edhe puna e hoxhës, e davetxhis, e një mësuesi është e tillë, që më mësu muslimanëve jetën me Kur'an dhe Sunet, që me vepru ata urdhët e Allahut, që mu largu prej ndalesave të Zotit. Dhe kështu dal nga dal, ata me ngrit veten në pozitat tek Allahu. Mirë, po njerëzit insistojnë, njerëzit vrapojnë drejt zjarmit. E ki po, nuk ka nxitim edhe nuk ka gara të njerëzit për vepra të mira, e për sevape sa ka fatkeqësisht për vepra të kota apo gjunohe. Japin pare, presin radh, shtyhen me zveti me shku në stadion. Japin pare, shumë para vaktit, shtyhen me zveti për me shku në koncert. Japin pare, shtyhen me zveti për me bo punë të liga. E puna e sevapeve, e puna e xhamis, e puna e ibadetit, e puna e hajratit,
s'ka nevojë me dhënë pare. S'ka nevojë me ushty. S'ka nevojë edhe shëmerët me shku. Andaj, me ardhë sot xhamia tona me falë sabahin, s'ki nevojë me ardhë gjysë ore para kohë. S'ki nevojë me as një minutë para kohë, se kur të vish ki vend. Pse sabah shumica e muslimanëve ja falen te shtëpia, ja i zgjumi krejt. Ama ky sabah edhe vlerën që ka, edhe ajo dynja që mas një ore dy ai ka mu uqu, me shku me vrapu mas dynjas, s'ka me met të flet, ka mu uqu. Ai që nuk qohet në 4:30 sot tash, me falë sabahin, do të qohet në ora 7 me shku në punë. Aty s'mungon. E këtu se ka gale pse mungon. Aty fiton shumë pak, shumë pak prej dynjas. E këtu fiton shumë ma shumë se këtë dynja edhe që kanë te. Ama këtë e len, apo e shpërfil, apo e injëran, apo e shtyn, apo e fal me pijama që sa t'ja për selam mi u këthi shtratit. Ama kur vem puna me u thu dikun për qef, në ora 4 aeroplani, ai në ora 2 qohët. Ama ka me shku me shetit dikun, ai autobusi në ora 5, ai në 3 është i qutë hazër. Ama ka me shku për qef dikun, gjithë natë nëse zë gjumi. Për dë një. Kjo është njeri. Edhe kjo është gjendja e ti. Që aty ku duhet me qenë i kujdeshëm, i vëmendshëm, i disiplinum, aty të regon munges kujdesi. Kurse këto dynjaja që sa do jetë momentet këndshme dhe të mira dhe të kenë kënaqësi, janë kalimtare dhe përfundojnë dhe shpesh herë mund me konë shkak për pishmanllëk në këtë botë, para se më bo pishman ditën kur dalin për Allahu subhanahu wa taala. Edhe ky hadith vallah, hadith shumë i madh, shumë i mirë, që transmeton Imam Muslimi sa në ti, është shumë më rëndësishme me kuptuar mirë pozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me umetin e tij. Sikur se pozita ati njeri që ka kallë zarmin. Edhe mundon insektet edhe fluturat mu djegëte, e ki mundon të më mbrojtë sa ka mundësi. Se një mbron këtë, edhe kjo është mesazhi. Edhe kjo me gjithë galën e madhe, brengën e madhe që ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe umetit, edhe njerëzve përgjithësi, s'mundot me shfutu këtë. Pse vetë njerëzit nuk din. E kur dikush nuk do ti me zor, se ne shpëton. Dhe gjithashtu, edhe momentin ma kritik të jetës së vetë, që ka me pas umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, aty dhe gjenë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si njeri që kujdeset për ta. Ajo është ditë e llogarisë. Edhe aty do jetë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam afër besimtarve, do ofron ndihmën e tij. Çka thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Imam Buhariu se në ti, li kulli nebiyyin da'watun mustajabatun yadu biha. Çdo pejgamber e ka një dua të pranueshme që e përdor dhe lutet me të. Thot e una wa uridu an akhtabiya da'wati shafa'atan li ummati fil akhirah. E un duan tema të pranueshme e kum rezervu për ditën e llogarisë në ahiret. Atje kur mas shumë të ka me pas nevojë ummeti jam. Aty une e këpëse të gjaja kalon. Me gjithë problemet, vështirësit kalon. Ama ahireti është i përhershëm. E shifne qëfar larkë pamësie, qëfar kujdesi, qëfar dhembëshurije ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për umetin e vetë. Kur këtë pejgamberët e kanë shvizu duan për dunjë, për fitore, për sukses, për përparim, e kështu më radhë, për hakmarën e zullumqarve, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka rezervu për në ahiret, atëherë kur mas shumë ti, se cili njeri nga umeti ti, ka me pas nevoj. Për me kuptu se, qëfar gale ka pas Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, qëfar zemrët madhe ka pas, edhe si du të me qenë edhe na. Hoxalar, davetgjit, mësus, njerëzit që e kanë gale popullin e vetë, du të me pas gale. Ditën dhe natën. Edhe jo mes me na zonë gjumi, pse se një bojna 1 milion për pak, po mos me na zonë gjumi, pse na kena në familje njerëzit që s'falën. Pse na kena në familje njerëzit që bëjnë gjunahe. Se na kena me vete njerëzit që nuk mësojnë, nuk ecin përpara në aspektin fetar, në aspektin shkencor, në aspektin moral,
se këto janë çështjet më bazë. Puna e dynjas, parja, pushteti, fama, narshin mirë se vin, po mos thashin s'ke hub kur gjon për kësaj bote. Ama feja, dia, morali, këto janë vlera, këto janë kapacitete që na duhet me pas nëse dojmë të kemi jetë të këndshme dhe jetë të mirë. Koha që kemi në disponim na përfundoi, na këtu do ndalemi që inshallah ta ndesë në ardhshëm të vazhdojmë atje ku kena mbet, duke lutur Allahun të na e bëjë të dobishme dhe vepra të mira, na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam jannatul firdaus. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.